Në Muzeun e Artit Mesjetar në Korçë ka nisur procesi dezinfektimit dhe fotografimit profesional të 83 ikonave, një nismë që synon ruajtjen dhe mbrojtjen afatgjatë të trashëgimisë kulturore. Ky proces kryhet në bazë të protokolleve të miratuara për mirëmbajtjen e objekteve të artit, me qëllim për ndalimin e rrezikut nga insektet drungrënëse që mund të dëmtojnë materialin e ikonave. Pas përfundimit të dezinfektimit, ikonat do të digitalizohen me teknologji të avancuar në një studio të dedikuar e krijuar në kuadër të projektit EXPA, fuqizimi i muzeve përmes teknologjisë. Kjo nismë jo vetëm që garanton konservimin e veprave të çmuara të artit mesjetar, por gjithashtu krijon mundësi për dokumentimin, promovimin dhe aksesin më të gjerë publik në koleksionet muzeale përmes platformave digjitale. Muzeu i Artit Mesjetar, me më shumë se 7200 ikona, 400 prej cilave të ekspozuara për turistët vendas dhe të huaj, të cilët janë të shumt, vetëm gjatë këtyre muajve të këtij viti, ky muze është vizituar nga 12.000 turistë huaj.